Rikthehen rreshtet e Dborës në zonat malore të juglindjes së vendit. Rreshje që kanë sjellë probleme në qarkullimin e mjeteve në fshatrat e njësive administrative të zonave të thella. Me probleme paraqitet aksi rrugor, Bellovod, Vidhkuq, Shtyll, Panarit. Në këtë zonë trashësia e borës ka shkuar deri në 7 cm, ndërkohë që në maj të mashkullorës trashësia ka shkuar deri në 15 cm. Qarkullimi në fshatrat turistik të Voskopojës dhe Dardhës kryhet normalisht pasi firmat e kontraktuara për mirëmbajtjen dimërore kanë kryer pastrimin e borës dhe kriposjen e akseve. Prej orës 5 të mëngjesit, kanë filluar rreshtet e shiut në të gjithë qarkun. Mbi lartësitë 1200 metra ka pasur dhe rreshje të bore. Aktualisht në Voskopoj, në Qarr, në Bigëll e në Qavthan ka rreshje të lehta të bore deri në 3-4 cm, po bëhet pastrimi dhe kriposje. Ndërsa në aksin e Dardhës ka arritur deri në 20 cm, me lartësinë mbi 1300 metra. Edhe këtu po bëhet pastrimi së shini, kriposja e aksit. Dhe aktualisht në të gjithë qarkun rrugët janë kalueshme pa probleme për mjetet. Rreshje të bore ka pasur edhe në fshatrat malore të Kolonjës dhe Devollit të Sipërm, por nuk raportohen probleme për sa i përket qarkullimit të mjeteve. Firmat kontraktore të akseve Korç, Qafë e Qarit, Voskopoj e Dardhë janë në gatishmëri për të mbajtur këto rrugë nacionale të kalueshme. Sipas sinoptikanëve, temperaturat në juglindje të vendit pritet të shkojnë deri në -7°C. Në këto kushte bëhet apel për kujdes të shtuar të drejtuesve të mjeteve, në veçanti në akset e zonave malore, aty ku prezenca e akullit pritet të jetë më e madhe, por gjithashtu kërkohet edhe pajisja e mjeteve me goma dimërore. Mjetet duhet të marrin masa pasi pas parashikimeve që ne kemi do ketë rreshje edhe nesër. Duhet të marrin masa për pasur pajisje dimërore me vete, ata që do qarkullojnë në qarkun e Korçës, dhe të jenë të kujdesshëm në qarkullimin në akset e qarkut Korç. Rreshjet e Dborës në zonat e thella malore kanë sjellë ndërprerjet e energjisë elektrike në 150 familje të fshatrave Cerje, Brozdovec, Mazrek, si dhe në fshatrat që furnizohen me energji elektrike nga Fidri fshatit Rehov. Probleme të herpashershme të furnizimit me energji elektrike ka pasur edhe në fshatin turistik të Vidhkuqit. Grupet e punës të OSHE-s janë në terren për të rikthyer energjinë elektrike.